Jemi bashkë sërish, do të vjojmë veçëndërojmë në transmetim të drejt për drejt, por së pari do një me njëherë me zhvillimet kryesore shkurtimisht dhe në orën 18. Qeveria orës 10 në gjykatën kushtetuese po zhvillohet seanca mbi kërkesën e Unionit të Gjyqtarëve për rritje të pagës së magjistratëve. Ka reaguar kryeministri Rama, i cili quan këtë veprim një farsë të shëmtuar që thyen sipas tij piramidën shtetërore të pagave. Rama thotë se gjyqtarët janë kategoria më e paguar në Shqipëri dhe akuzon ata se po marrin kompetencat kushtetuese të qeverisë dhe parlamentit. Kryeministri bën thirrje kushtetuese se të mos e lejojë të kthehet në turp kombëtar që për vitin 2019 gjyqtarët dhe prokurorët vijojnë betejën me qeverinë për të garantuar pagat e larta. Kryeministri Rama i ktheu përgjigje pozitive presidentit Donald Trump për të bërë pjesë e bordit të paqes për Gazën, për ngritjen e të cilit liderët e vendeve të ftuara do të firmosin të enjte në samitin e Davosit. Përmes një letre Rama shkruan se kontributi është nder e privilegj. Ky angazhim i Shqipërisë do t'i kalojë kuvendit për miratim ku socialistët i janë porositur të kalojnë me procedurë të përshpejtuar. Prokuroria e Përgjithshme i dorëzoi KLG-s një raport për verifikimin e rastit të gjyqtares së posaçme Irena Gjoka e vënë në akuzë se kishte fshehur një dënim të marrë vite më parë në Greqi. Raporti vëmësoi se dokumentet në dispozicion të prokurorisë kanë vërtetuar vendimin e marrë nga një gjykatë në Janin kundër saj. Gjykata e dosjeve të bujshme si dënimi i Belerit, masave ndaj Berisha Maltezi, procesi ndaj Fatmir Mediute deri te çifti Meta Kryemadhi e ka fshehur këtë fakt në formularin e dekriminalizimit. Fati saj tani varet nga KLG nëse do të jetë apo jo në sistemin e drejtësisë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i denoncon faktin se nënshkrimi për marrjen ndjeni për një vendim të apelit të posaçëm nuk ishte i tij dhe depozitoi kallëzim për falsifikim dokumentash në prokurorinë e Tiranës. Ai thotë se përmes këtij falsifikimi synohet që ai të humbas afatet ligjore për të ankemuar në gjykatën e lartë vendimin e apelit. Jeta e asnjë të sëmuri nuk u cënua nga ndërprerja e energjisë elektrike në animacion qendror në QSUT, tha shefi i shërbimit Krenar Lilaj. Ai sqaroi se pas defektit që preku disa zona të Tiranës mbrëmjen e së hënës, pajisjet e respiratore që mbanin në jetë 9 pacient nuk u fikën në asnjë moment pasi kanë bateri UPS që rezistojnë deri në disa orë. Për 30 minuta godina mbeti në terr pasi gjeneratori nuk u vu në punë. Prej shtatorit të 2025 ka përfunduar shërbimi i mirëmbajtjes. Policia e Sarandës ka zbuluar 2 shtëpibari në katin e 9 të një pallati në lagjen nr. 2 të qytetit. Në pranë nga ka rënë administratori 45 vjeçari Ermal Bleta, i dyshuar për vepra penale të kultivimit të bimëve narkotike dhe vjedhjes së energjisë elektrike. U procedua penalisht në gjendje të lirë edhe bashkëshortja e tij, ndërsa në kërkim u shpallën 4 bashkëpunëtorë të tjerë, u sekuestruan 157 bimë kanabisativa dhe 18 kg lëndë narkotike në gjendje të thatë. Gripi ka prekur masivisht vogëlushët në Fier, të cilët paraqiten në urgjencë me temperaturë të lartë. Mjekët tregojnë se kryen 120 vizita në ditë, ndërsa 35 fëmijë janë shtruar në spital për shkak të komplikacioneve. Pediatrët thonë se simptomat e këtij virusi të ngjashëm me gripin e zakonshëm në shumë raste shfaqen edhe më të forta. Ata këshillojnë prindërit për shmangje të ambienteve të mbipopulluara dhe paraqitjen menjëherë te mjeku në raste përkeqësimi.